Ashtu siç ishte planifikuar më herët, ka nisur në Shkodër kampionati botëror i futbollit për policinë, i pari i këtij lloji që organizohet nga Organizata Ndërkombëtare e Policisë IPA. Aktiviteti në fjalë është hapur me një ceremoni festive organizuar në stadiumin Loro Boriçi, ku krahas ekipeve pjesëmarrëse nga policitë e vendeve të ndryshme të botës, të pranishëm kanë qenë autoritetet të policisë shqiptare dhe vendeve të tjera. Interpretimi i himnit kombëtar të Shqipërisë si dhe të IPA-s botërore, shoqëruar me bandën frymore të qytetit, janë shoqëruar me emocion për ekipet pjesëmarrëse. Shkodra i ka paraprir shumë proceseve në Shqipëri dhe për këtë është dhe kampionati i parë botëror i futbollit pikërisht në Shkodër. Është një kënaqësi dhe privilegj i madh që t'ju mirëpres të gjithëve juve në turneun e parë botëror të futbollit këtu në qytetin e Shkodrës. Kjo është hera e tretë që unë vi në Shqipëri dhe sa herë që kthehem, largohem me përshtypjet më të mira për mikpritjen edhe për përkushtimin dhe profesionalizmin e mikpritësve tanë vendasve këtu. IPA Shqipëri e ka vërtetuar veten disa herë si organizatore e shkëlqyer, mikpritëse e shkëlqyer dhe ky është edhe një rast tjetër që ata vërtetojnë këtë gjë. Me 19 ekipe meshkuj dhe 4 ekipe femrash, ky turne nuk është thjesht një event, por është një kremtim i miqësisë ndërkombëtare. Është një nder dhe privilegj për mua që të jem këtu sot, në një nga qytetet ku sporti, kultura kanë treguar gjithmonë që janë në vend parë. Ky kampionat nuk shënon vetëm një moment mirë sportiv, përmes tij shprehim angazhimin ton, mikpritjen ton, duke dashur të tregojmë vlerat më të mira të Shqipërisë, krenarinë e mikpritjes tonë shqiptare. Neve kemi mbyllur 2 aktivitete shumë të mëdha, kemi mbyllur Giro d'Italian, si dhe aktivitetin tjetër i cili ishte samiti dhe komiteti politikës, ku të gjithë liderët e Europës ishin në Tiranë për disa ditë. Ne jemi këtu për të pritur miqtë tanë, ne jemi këtu për t'i treguar vlera më të mira që përfaqësojmë dhe kemi gati gjithçka, infrastrukturën dhe shprehim angazhimin ton maksimal për të marrë përsipër aktivitetet tilla ndërkombëtare të cilat zhvillohen për herë të parë. Kampionati botëror i futbollit për policinë vazhdon në 2 ditët në vijim, me konkurimin e ekipeve të femrave si dhe meshkujve ndarë në 4 grupe, ku Shqipëria bën pjesë në grupin A së bashku me Greqinë, Serbinë dhe Gjermaninë.